Nuk të duhen bileta avioni për të përjetuar një pamje alpine që të lë pa frym. Mjafton të udhëtosh rreth 2 orë nga Shkodra për të mbërritur në një vend që duket si shkëputur nga një kartolin, Lepuça, në zemër të Malësisë së Madhe. E rrethuar nga bjeshtë egra dhe bukurinë natyrore që duken të paprekur nga koha, Lepuça është kthyer në një destinacion të dashur për turistët që kërkojnë më shumë se thjesht pushime. Çdo fundjavë dhjetra shqiptarë dhe të huaj nisën det kësaj zone, jo vetëm për të shijuar natyrën, por për të ngjitur në majën e Vajushës, një nga pikat më të larta të Alpeve shqiptare, 2057 metër mbi nivelin e detit. Për shumë prej tyre, kjo përvojë është më shumë se turizëm, është një ndjesi lirie, sfide dhe rilidhjeje me natyrën. We're from Australia and we've been in Montenegro for... Unë vi nga Australia, e pash majën dhe mendova se nuk do t'ja dilja, por kur arrita në krye ishte si të isha në një tjetër botë. Kjo natyrë të jep jetë, këtu është e ngjashme me Australinë, shumë nxehtë si në vendin tim, por këtu gjen edhe temperaturat të larta, si dhe dëbore njëkohësisht. Kjo nuk më ka ndodhur asnjëherë më përpara, në asnjë vend tjetër. I'm from Ukraine. We come together. Unë vi nga Ukraina, erdha së bashku me miqtë e mi. Shqipëria është një super vend, shumë i mirë, shumë i bukur dhe ushqime që të kënaqin. Më dukej si në ëndër, kur e pash në TikTok nuk mendoja se do të ishte kaq magjike në realitet. Kudo që shen ndjen një paqe që nuk e gjen askund tjetër. Këto male janë madhështore. Dua të qëndroj sa më gjatë këtu, në heshtje të dëgjoj vetëm zogj dhe male që flasin vetë. Këtu është lumturia vërtet. Por më e bukura është se tashmë kjo dashuri për natyrën nuk vjen vetëm nga të huajt. Shqiptarët, sidomos të rinjt, po e përqafojnë gjithnjë me shumë ide në ecjes malore dhe eksplorimit të thesareve të vendit të tyre. Exon Gashi, turist nga Kosova, dhe Valdano Nimani, ish futbollist dhe vizitor nga Shkodra, janë ndër ata që çdo vit i rikthehen bjeshkëve për të rigjetur atë ndjesi që qyteti nuk ta jep. Jam Exon Gashi pe Kosovës. Kemi vendosur në pikë so Ballkan. Humanitet. Ishin të fascinuar për bukurive që i kam po këtu, dhe thënë që është nga eksperienca më e bukur që kanë përjetuar ndonjëherë. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, kemi takuar shumë njerëz. Të edhe në vizitoj 2 herë në vit, është një mrekulli natyrore, kemi vend shumë bukur, por i bëj thirrje gjithë shqiptarëve para se të shkojnë në vende të huaja të shijojnë vendet e veta dhe vendet tona se i kanë shumë bukura. Plus edhe sporti është gjë hiking si të bën mirë edhe për sport dhe më pas mundësi e bëj më shumë se 2 herë në vit. Lepuça nuk shquhet për hotele luksoze dhe luks, por ka diçka më të vlefshme, mikpritjen e ngrohtë malësore, traditat që ende jetojnë dhe një natyrë që të lë pa fjalë.